Burimi i veprave, kush na mallkoi dhe pikëllim shprese. Në fjalën përshëndetse u mbajt nga kryetari i Bashkisë së Garfieldit Everett Ganto Jr., fjala përshëndetse e themeluesit dhe ftuesit Aleancës Shqiptare të New Jersey, versim i thelluar mbi romanin Kush na mallkoi, e bëri doktoresha Ylka Filipi, kryetare e SHA-s dhe shkrimtare dhe studiuse, saga e Malsovre në një roman dhe buqet lulesh plot madhe dhe dashuri nga doktor Beqet Hasani, shkrimtar dhe studius, letërsia si mision nga Arieta Kotri, farlushka e studiuse, vërshtim kritik mbi përmbledhjen poetike, pikëllim dhe shpresë të autores Age Ivezaj, doktor Besim Muhadri, shkrimtar dhe studiues, narracioni pikëllueshëm në fatin e keq të një dashurie në migracion nga Mëhill Velaj e të tjerë, të cilën përshëndetën dhe në fund të dëgjua dhe fjala përshëndetse e autores Age Ivezaj, e cila dorëzoi dhe disa libra të pranishme me siglën e saj.